ka lexuar apo se ka lexuar, po sigurisht që mesazhi duhet jetë përcjell, sepse kjo është punë e tyre, por unë kam marrë komente edhe nga shqiptarë që jetojnë atje në Turqi dhe që janë në kontakt me vetë turqit, me profesorë nëpër universitete, më kanë treguar që letra është përkthyer dhe po diskutohet kjo çështje sepse ka plot edhe atje që nuk janë dakord me politikat e vetë Erdoganit, por edhe të Davutoglus në raport me shtetet e rajonit, veçanërisht ato shtete ku Perandoria Osmane i ka pasur të pushtuara. Kështu që kam si me thënë një lloj feedbacku edhe për atje. Por sigurisht letrat e hapura shkruhen me një qëllim, natyrisht personit që i drejtohet, por mbi-gjitha publikut. Po të mos ishte ashtu, atëherë do t'i drejtoheshin letra të mbyllura, jo të hapura. A mendon që është më tepër një paranojë ndoshta arritun për këtë se çka po bën kryeministri turk? Unë nuk mendoj që është paranojë, por është realitet. Sot dëgjova një pashë, ai kishte dhënë një deklaratë për mendimin tim skandaloze që Kosova është Turqi, e Turqia është Kosovë, që me një fjalë i bie që ne jemi një, po unë them që ne nuk jemi një. Një kom, një qëndrim. Një kom, një qëndrim e se kemi me Shqipërinë, Kosova me Shqipërinë. Duhet më ndru edhe kongën, tash Xhamadani via është Kosova, është Turqia. Po tani kështu po i bie se po banalizohet krejtësisht kjo agjenda jonë kombëtare. Unë e di, në kohën ku na nuk guxojmë për perëndimit, që shumë njerëz kanë dhënë jetën, sot janë në përvarre me idenë e bashkimit kombëtar, me idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërisë. Është një rajon shekullore. Na është bërë një padrejtësi historike dhe na takon ne ta ndrejshim. Po derisa na jemi të njëjtit gjak, Alma, derisa na jemi të njëjtit gjak Kosova dhe Shqipëria dhe për hir të balancës ndërkombëtare nuk na lejojnë fort më thonë Kosova Shqipëria jemi një, vjet dikush tjetër edhe thotë Kosova Turqia jemi një. Kjo flet shumë edhe për ne. E para punës ne nuk duhet ta mohojmë miratimin edhe të perëndimit kjo. Absolutisht jo. E para punës ne nuk duhet ta mohojmë vetveten në raport me perëndimin dhe me çdo tjetër. Unë personalisht me secilin personalitet ndërkombëtar që takohem i them pikpamjet e mia, pa pikën e frikës. Natyrisht që bashkimi i Kosovës me Shqipërinë është një proces i gjatë. Në asnjë mënyrë nuk duhet që të prish balancat në kuptimin e kësaj, të bëhet nëpërmjet një konflikti apo nëpërmjet një lufte. Ne do të shkojmë nëpërmjet një procesi paqësor drejt bashkimit. Mos harrojmë, kemi një model jashtëzakonisht të mirë dhe që e sfidon secilin që na mohon ne bashkimin. Është Bashkimi Evropian, ku kombe të ndryshme janë mbledhur në një vend, edhe pse kanë kultura dhe gjuhë të ndryshme, dhe askush s'ka të drejtë të na thotë ne, si një komb i vetëm, ju mos u bashkoni. Thjesht është një proces politik në të cilin ne kemi një rol jashtëzakonisht të madh. Por ajo çfarë unë shoh në praktik është që ne nuk po bëjmë asgjë për këtë. Përveç retorikës së disave për të kapitalizuar politikisht ndjenjën e njerëzve. A është retorika dhe çështja e Shamis, të cilën presidentja tha, masimi të retorika, presidentja dje ose pardje tha, nuk do të lejohet asesi bortja e Shamis. Nuk mendoj që është retorik. Por më njëherë sot nuk i tha kërkuj kryeministrit të Turqisë, masisht edhe me zonjën e vet që dalohet bortja e Shamis në institucione. Ka qenë sot në zyrën e qeverisë një fotografi ku me sa di unë, presidentja ka dhënë një deklaratë ku ka folur për institucionet e Kosovës. Po institucioni i Kosovës edhe fotografi ku u bosa. Po, nuk mund t'ja ndalosh kulturë, ai është kulturë e atyre. Feja është. Dakord, po është pjesë e kulturës atë feja është pjesë e kulturës. Feja, si fej, është element i kulturës së një populli. Por, deklarata e presidentes ka qenë për çështjen e shamijave në përshkolla, për cilat ekziston një vendim administrativ, i cili mbështetet plotësisht në ligjet dhe në kushtetutën e Kosovës si një shtet laik. Dhe dua ta përshëndes deklaratën e presidentes, për herë të parë më duket se ka folur shumë qartë dhe prerasi për këtë temë. Është lojë dyfishte qeverisë tonë kjo. Dhe nuk ka bërë siç po bëjnë shumë politikanë të tjerë, të cilët mbasin, heshtin, kalkulojnë. Kjo do të thotë që gjendja është me të vërtetë dramatike kur kemi arritur të kalkulojmë për gjëra të tilla. Po mos flasim pastaj flasim për patriotizmin e madh që e kanë këto që. A nuk është lojë dyfishte të qeverisë kur dihet që në çfarë forme ka ardhur presidentja e shtetit tonë, edhe ka përkrahjen e plotë dhe të njëjtën vijë dhe të njëjtën agjendë me kryeqeveritarin, do thot me zotin Thaçi. Në çfarë? Në aspektin, po them të Shamis, derisa kemi një përkrahje këtë tjetër të qeverisë dhe këtë tjetër të presidentes. Me sa shoh unë, kjo është në një vijë. Udhëzimi administrativ është i qeverisë Kosovës. Nuk ka këtu, domethënë, diversitet. Presidentja
foli duke bazuar në Kushtetutën e Kosovës. Edhe udhëzimi administrativ ekziston në sajt të Kushtetutës Kosovës. Kosova është shtet laik. Feja është e ndarë nga shteti. Ata që thonë, këto që lobojnë sot për shamin, thonë sepse shamia është simbol fetar. Thonë kështu apo jo? Po simbolet fetare janë të ndaluara në shkollat publike. Që do të thotë ne jemi shtet laik, sekularist. Që do të thotë që nëse vjen dikush me shami vet jo fetare, por shami njëjtë, domthon sikur ai ndalohet. Në institucionet e Kosovës është e ndaluar të punosh, nuk po flasim për mysafirët. Tashi në institucionet e Kosovës kanë ardhur indian, arab, nuk mund t'i zhveshim ne dhe t'ju veshim rrobat tona. Është pjesë e kulturës tyre. Ne po flasim për shtetin e Kosovës, për shtetasit e Kosovës. A kemi rrezikun e sundimit, do të thotë? Këtë rrezik të humbjes së identitetit vetëm nga lindja, pikërisht në këtë rast nga Turqia dhe nga ekstremizmat fetar, apo kem rrezik edhe nga aspekti i fesë tjetër, kishës katolike për shembull Vatikanit, cilët edhe ata shpërndanojnë apo edhe për i perëndimit. Unë të them të drejtën, po shoh një çorëditje të madhe për sa i përket çështjes së identitetit, sidomos tek të rinjt në Kosovë, dhe një pjesë të fajit për këtë lloj humbje të asaj çfarë ka qenë shumë e fuqishme, që është identiteti kombëtar, do t'ja vija edhe një lloj eksperimentimi me shtetin e Kosovës, me eksperimentimit me krijimin e një identiteti të ri që është identiteti kosovar. Imagjinoni tani, nëpërmjet një lloj laboratori politik, po tentohet të krijohet një identitet duke u mohuar në radhë të parë identiteti shqiptar. Dhe mendoj që një nga faktorët e këtij drejtimi tjetër, që është drejtimi fetar, sepse feja gjithmonë vjen e para, është ajo që prek më shumë tek njerëzit, lidhet edhe me këtë. Dhe këtu do t'ja vija fajin presionit të shteteve të perëndimit, të cilat nuk mendoj që e kanë menduar mirë këtë çështjen e krijimit në laborator të një identiteti të ri. 95% e Kosovës janë shqiptar, të tjerët janë minoritete të cilët e promovojnë identitetin e tyre. Sot turqit promovuan identitetin e tyre, madje ju erdhi dhe kryeministri me një eskort për 600 vetash, mu në qytetin e Prizrenit dhe ju tha jeni turq. Serbët e promovojnë, madje sollën edhe fotot e Sheshelit, një gjë tërësisht e papranueshme, si fotot e Hitlerit, në mes të Prishtinës, dhe ruajnë identitetin e tyre. Kosovar, shqiptarve, ju kërkohet sot ta mohojnë identitetin e tyre. Thonë jemi kosovar. Kosova është vetëm një krahin, nuk është identitet kombëtar kjo. Të pas parasysh që gjitha shtetet përreth, shtetet me ndikim që kanë me që pyete për kryeministrin e Shqipërisë, mendoj që i është bërë një ftesë për arsye politike për ta neutralizuar pak ardhjen e kryeministrit të Turqisë në kohën e fushatës elektorale. Asnjëri nga kryeministrat nuk do duhet kishte ardhur në fushatë elektorale. Më kupton? Nuk ja ve fajin Edi Ramës, ja ve fajin kryeministrit Kosovës. Po qofse s'ka dashur të futet edhe Edi Rama. Ka ardhur për aeroportin. Megjithatë ja ka bërë një shërbim, do thoja. I ka dhënë mbështetje kryeministrit të Kosovës. Shihet, por domethënë është për të neutralizuar ardhjen e Erdoganit, që është një precedent, do thoja. Është një ngjarje shumë e pa kuptim në mesin e një fushate elektorale, për më tepër me ato deklarata ku vjen dhe hapur flet pikërisht për ato çfarë unë kam paralajmëruar në letër. Alma, po ndërtimi katedrales në Prishtinë pa ekzistuar fare ka qenë para se të rritën ekstremizmat fetar të fesë muslimane. A ka mujt me ndiku, do të thotë, ndikimi i kishës katolike këtu në Kosovë që ta ndjejnë veten të rrezikuar muslimanët edhe? Unë nuk shoh ndonjë arsye që muslimanët e Kosovës të ndjejnë veten të rrezikuar nga katedralja, sepse vetëm në Prishtinë duket janë 17 xhami. Pa i llogaritur të rejat, janë. Në fakt, muslimanët e Kosovës rrezikohen nga rrymat vahabiste, që janë rryma radikale, e interpretojnë fenë islame në mënyrën më fanatike, më radikale. I marrin zakonet dhe interpretimet e tjetuarit, zakonet e tjetuarit të shekullit 7. Të gjithë të tjerët, krejt zhvillimin e fezet, konceptit dhe të interpretimeve ata i hedhin poshtë. Thonë vetëm si në shekullin 7, imagjinoni dot në shekullin 21. Kjo po vjen nëpërmjet financimit që ka bërë në fakt Arabia Saudite, dhe gjitha kjo është e re në kuptimin historik.
40 vitet e fundit që përkon plotësisht me zbulimin e naftës dhe në fakt me futjen në kontroll të naftës nga vetë shtetet arabe. Petrodollari, do ta quaja unë, ka ndikuar edhe në financimin, jepen me miliarda dollar për përhapjen e vahabizmit. Janë rreth 50 milion vahabis në gjithë botën, ndërsa musliman janë 1 miliard. Sipas këtyre, të gjithë, domethënë, përveç këtyre 50 milion që nuk qekan muslimanë, kjo është fyrje për gjithë ata muslimanë të tjerë. Po dojnë me i kishe për gjumit të tjerë, sepse dihet që në kohën e janë rryma të interpretimit drejtësisht radikal dhe totalitarist. Vahabi ka ndihmu mbretit atëhershëm që ta mbajë pushtetin me një kusht që ta promovoj fenë në mënyrën e tij. Është mënyrë për të ruajtur pushtetin, dhe është mënyra më e keqe kur manipulohet me fenë. Nuk është feja ajo që i ka quar përpara kombet dhe popujt. Në fakt është mendimi kritik. Po mendimin kritik ta jep feja. Gjithmonë ka baza për një feja ka mendimin absolutisht. Të fol për ekstremizëm. Jo, çfarë do lloj feje? Në fakt, vendet janë zhvilluar atëherë kur ka filluar të ndahet shteti nga feja, dhe kur ka filluar që shkenca të thot fjalën e saj. Dhe dogmat fetare të lihen anash. Ka fe të cilat janë adaptuar me realitetin e ri. Dhe ato sot predikojnë vetëm moralin. Unë e kisha thonë të kundërta nuk është ndohë shteti nga feja, po në momentin që feja ndohet nga shteti edhe rrin në fakt ka qenë një betejë, po të shohësh historinë, ka pasur një betejë, është betejë për pushtet, ka qenë gjithmonë betejë për pushtet. Dhe ka pasur iluministë të tillë që kanë thënë që feja nuk duhet të përzihet në punën e shtetit. Dhe në ato momente ka filluar dhe të lulëzoj qytetërimi ynë. Ti bëj 2 pyetje për dëgjuesve, të cilat lidhen me këtë. Okej. Pse zonjusha Lama, thot zonja, Lama është shumë alergjike kur është pyetje besimi islam, puna xhamis nga Erdogan, nuk reagon që katedralja edhe pa drejt uzurpon prona për rreth. Që unë mendoj që është drejt elementare njerëzore besimit, një pyetje nga Katri Ismaili Albaradio Zvicër. Edhe thot kur mendon që të kuptoj se në Kosovë diku 90% e popullatës janë me besim islam, da mendon që ka shansa të zgjidhet si një kandidat e pavarur duke ditë që ka ikë nga një parti që është me program të Bashkimit Kombëtar. Ti marrë me rast si bërë të dyja. E para është keq kuptim dhe interpretim krejtësisht i gabuar. Mua nuk më pengon feja islame, unë jam vetë, familja ime, pararësit e mi, edhe pse them drejtën, është fej që në ka ardhur nëpërmjet pushtimit. Unë nuk jam religioze, nuk shkoj të falem e të lutem, natyrisht, sepse këto janë bindjet e mia. Nuk e praktikon, por nuk jam praktikante, por kjo nuk do të thotë që më pengojnë ata që e praktikojnë. Unë po flas për rrymë radikale, nuk po flas për fen islame. Pra, kjo propagandë që bëhet në raport me mua, bëhet nga disa grupe islamiste, radikale, të cilët e bëjnë me qëllim. Këta tentojnë të fokusohen të personalitetet të caktuara dhe të sulmojnë ata, të shpërndajnë propagandë. Politika Afrikës. Të mbjellin frikë, por e kanë të kodë. Këte kam parë para disa muajsh kur ne folëm gjithë kundër gjuhës, fyese, denigruese dhe